Të dashur shqiptar, tani do të tregoj unë dokumentin e parë që kam gjetur për origjinën e taulantëve. Si e bëra unë këtë zbulim? Gjeta një plak vari në Siri me emrin Taulas. Grekët ata e shpjegojnë me fjalën thaumas, do të thotë i mrekullueshëm, për shkak se Aristoteli thoshte që vera që provonin taulantët ishte kaq e shijshme, ishte një mrekulli, thauma. Dhe për këtë shkak mendonin që fjala thauma ka krijuar fjalën taulas. Nuk shkon. Dhe unë gjej poemën Dionisiaka të Ilirit Nonus, i cili ishte në qytetin egjiptian Panos Polis, ose qyteti i perëndis Pan të Lulzimit, që në ilirisht ishte Pusan. Pra ilirët e kanë shkurtuar fjalën Pusan me pas i pasurisë në Pan. Ishte perëndia e begatisë së bimësisë. Dhe ky poet e shkruan poemën në gjuhën e Homerit. Po për kë e shkruante? Grekët nuk kanë folur asnjëherë gjuhën e Homerit. Gjuha e Homerit është e tillë, mungojnë format e trajtës së shquar. Dhe mbi shkrimin që gjeta unë, nuk ka format e trajtës së shquar të emrit. Duhet ishte forma ho taulas. Nuk është. Pra ilirët thjesht përdorin dialektin epik në gjuhën e përditshme, dhe kjo gjendet tek gjuha mesape, që i thonin lembon varkën, pa formën e trajtës së shquar. Brindon brinit, pa formën e trajtës së shquar greke, por si gjuhë ishte dialekt helen. Pra ilirët kanë folur dialektin epik. Tani do të tregoj dokumentin origjinal të gjetur në Siri të këtij personi të famshëm nga Daulia. Daulia është gjendur në Fokis, në Greqinë e sotme. Përkëndej vjen emri Taulas dhe Daulas, Taulantion dhe Daulantion, të gjetur në poemën Dionisiaka. Shikoni vetë të dy mbishkrimet, edhe poemën, edhe mbishkrimin e gjetur në Siri, që ta kuptoni se sa e rëndësishme është kjo. Të dashur shqiptar kanë vënë paralel me njëra tjetrën poemën e gjetur në qytetin Panopolis në Egjipt, të shkruar në dialektin e daulantëve, ashtu i quan poeti Nanos ilirët. E shikoni? Iliris Daulantion, ethnos, pra etnia e daulantëve. Dhe që ndodh në gjuhën e ilirëve venet, d-ja e zëshme kthehet në të pazëshme. Daulantion, emër përkëdhelës, në greqisht kthehet në Taulantion. Kjo është origjina e taulantëve. Unë këtë ide kam hedhur në filmat të mëparshëm, por nuk kisha prova, dhe prova është para syve tuaj. Grekët kujtojnë se taulas vjen nga thaumas, që do thotë mrekulli, për shkak se Aristoteli thoshte që vera që prodhonin daulantët ishte shumë e shijshme, shumë e ëmbël. Pra, ata kujtuan se vinte nga fjala mrekulli e greqishtes, është e gabuar. Kjo është të e pazëshme e daulisë. Daulia ishte në fokus. Dhe teksti plot është në vitin 413, Daulas ose Taulas bëri këtë varr të madh për nder të Javenosit. Pra, kjo që po shikoni, ky person me emrin Jovenos mba një emër biblik, kuptohet. Në gjuhën hebraike është Job ose Job në anglisht. Ky është emri i këtij personi në Siri, por personi që e ka ngritur këtë varr quhet Daulas ose Taulas dhe nuk ka lidhje fare me emrin mrekulli në greqisht, është Daulia në iliri. Tani grekëve kjo nuk ju pëlqen, sepse kjo tregon që
Hellada është quajtur Viluria, vendi ku ndodhet hardhia e rushit, vilet e rushit, dhe këto gjëra thuhen në poemën e Dionisit. Përmenden vilet e rushit, arat e Ilirisë. Nuk thuhet toka ilire, por ara ilire, ku prodhohet vera e daulantëve. Dhe emri Daulia në gjuhën greke do thot hardhi të ngjeshura, bimësi e ngjeshur, sepse ashtu rrin hardhit pranë njëra tjetrës. Ashtu rriten ato. Pra vend me bimësi të ngjeshur ka kuptimin hardhi pranë njëra tjetrës, dhe vendi daulantëve ishte vendi ku prodhohej vera për perëndinë e Dionisit. Këtë thot pikërisht poeti Nanos. Pra, ai shkruan në dialektin epik që grekët nuk e kuptonin dhe ka shkruar në shekullin e 5 të erës sonë, që përkon fakt me datën pak a shumë 413 kur është shfaq edhe ky emër në Siri. Pra është shfaqur paralelisht në Siri, në të njëjtin shekull, emri Daulas, edhe në poemën e Nanos në qytetin Panos Polis, ose qyteti i perëndis Pan, qyteti i bimësisë, qyteti i pjellorisë. Pra do ta shikoni vetë se si e kanë bërë këtë gabim grekët vetë. Të dashur shqiptar, ky është dokumenti origjinal i gjetur në Siri, dhe grekët kanë kujtuar se fjala Taulas është shkruar keq si gabim drejt shkrimi nga Thaumas, që gjoja vjen nga Thaumas, do të thot mrekulli, për shkak se Aristoteli ka thënë që Thauma është mrekullia e verës së daulantëve. Pra grekët nuk e dinë që fisi Taulantion dhe Daulantion janë i njëjti fis, dhe ky emër vjen nga Daulia, do të thot bimësi e dendur në greqisht. Nuk lidhet me fjalën dallëndyshe. Pra ky është dokumenti që unë kam nxjerrë dhe në filma të tjerë, dhe tani kuptohet që grekët kanë bërë gabime. Përse grekët kanë bërë gabime? Grekët nuk e kanë ditur që ilirët kanë folur helenisht. E keni provën para syve tuaj. Tani dua t'ju lajmëroj me kënaqësi që të gjitha filmat që ka vjedhur një Turbo Alban, TikToku ja ka hequr. Kështu që mund të shikoni filmat e mi me kënaqësi. Ky njeri që merrte dhurata me filmat e mi në TikTok, konto e tij është bllokuar. Dhe tani do të shikoni që ka ndryshuar dhe emrin. Ka vënë një emër tjetër dhe nuk janë filmat e mi më aty. Kështu që duhet të falenderoj drejtorët e TikTokut për dashamirësinë e madhe dhe për mirëkuptimin dhe që kanë vënë drejtësinë. Dhe kjo drejtësi do të vihet dhe në Shqipëri, sepse qeveria shqiptare ka përdorur pikërisht i Albanian për të mbledhur të gjitha të dhënat e shqiptarëve, për t'i vjedhur ato dhe për t'u ashtur shërbimeve të huaja. Këtë ka bërë qeveria shqiptare, ka vepruar si një grup i strukturuar kriminal. Këtë që më ka bërë mua një Turbo Alban, qeveria shqiptare ju a ka bërë 3 milion shqiptarve. Madje ka shitur dhe të dhënat e kosovarëve në Shqipëri, shërbimeve serbe. Kjo është qeveria shqiptare. Ta dini. Shikoni pra këtë Turbo Albanin që janë hequr filmat e mi. Si që shikoni, ky Turbo Alban nuk i ka më filmat e mi, ja ka hequr TikToku që të gjitha, ai është turpruar komplet dhe e ka ndryshuar emrin në Ervis Milano. Dikur e quante veten Ervis Malaj me banim në Stuttgart, tani ka ndryshuar vendbanimin e tij, gjoja në Itali. Ka ndryshuar emrin dhe mbiemrin. Pra nuk ishte emri i tij i vërtet. Nuk ishte Ervis Malaj i vërtet, ishte një gangster që vidhte filmat e mi dhe merrte dhurata. Nga e diun që është i njëjti person, edhe këta janë filma të vjedhur të tjerë që i kishte më përpara, janë të gjitha të vjedhura nga kanale të ndryshme televizive,
Për shembull, këtë film ai ka vjedhur nga televizioni dritare. Një film tjetër ka vjedhur nga Top Channel. I ka vjedhur nga stacione të ndryshme televizive shqiptare, por filmat e mi TikToku ja ka mbyllur, për fat të mirë. Atëherë, me siguri që dashamirësit e mi janë ankuar në TikTok dhe kanë arritur t'ja mbyllin konton. Domethënë, ja kanë bllokuar të gjitha filmat e mi, duhet të falenderoj djegësit e mi. Nuk e besoj këtë që ka ndodhur. Dëmin që më ka bërë mua ky njeri është në vlerën 3 milion shikime kishin filmat e mi në faqen e tij. Në shikoni filmat e tjerë nuk i shikon njeri, vetëm filmat e mi shikonin. Tani ka dalë një problem tjetër, turbo albanët më kanë kopjuar zërin dhe po bëjnë filmat të tjerë po i hedhin në TikTok. Ky është një problem tjetër shumë i madh që të gjithë shqiptarët mund ta kenë. I ka ndodhur për fat keq edhe udhëheqësit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, ja kanë kopjuar zërin, shërbimet inteligjente dhe ja kanë ndryshuar. Të dashur shqiptar, duhet të pim një kafe dhe të ulemi dhe të bisedojmë, kanë ardhur kohë shumë të rrezikshme. Për fat keq, ka programe kompjuterike, njëri prej të cilëve është shpikur nga një polak, po ka dhe të tjera, që e kopjojnë zërin e njeriut në mënyrë ideale. Dhe është kopjuar zëri i udhëheqësit të demokracisë Sali Berisha, për fat keq, dhe na është dhënë besojmë që ai ka dhënë urdhrin për të qelluar demonstruesit e 21 janarit. Në fakt, zëri i tij është ndryshuar me program kompjuterik. Në fillimet e këtij procesi, kur nuk ishte bërë akoma popullor, kur njerëzit nuk e dinin, është ndryshuar zëri i tij, se gjoja ai ka dhënë urdhër për të qelluar mbi viktimat e 21 janarit dhe qeveria socialiste u bën gati 2 dekada që rri në pushtet dhe do të rri akoma mbi gjakun e pafajshëm të shqiptarëve, në të cilët kanë qelluar njerëzit e Edi Ramës. E kuptoni apo jo? Dhe t'ia vën fajin Sali Berishës. Kjo që ka ndodhur shumë e rëndë dhe mund të ndodhi prap tani, kështu që mos dilni më nëpër demonstrata, sepse do ju qellojnë dhe do thonë që ju ka qelluar Berisha prap. Prandaj, për mendimin tim, nëse doni të protestoni me votë. Mos ja jepni më votën asnjëherë. Kur Edi Ramës, që ka ndërtuar një organizatë kriminale në bashkëpunim me njerëzit e Shkretëtirës, kanë vrarë shqiptar të pafajshëm për t'ia hedhur fajin Partisë Demokratike. Dhe ashtu e rrëzuan Sali Berishën nga pushteti, me mashtrime që gjoja ai ka qelluar mbi shqiptarët. Dhe ka dalë që në Albania janë mbledhur të gjitha të dhënat e shqiptarëve, zërat e tyre, fytyrat, të dhënat, ADN-ja, duke i gënjur gjithashtu që po kërkojmë ADN-n e ilirëve. Unë kam thënë në të gjitha filmat e mi, mos e jepni ADN-n, o të çmendur, o të luajtur nga mend e kokës, kush e jep ADN-n? Presidenti i Rusisë udhëton me oturak dhe e merr mbetit e gjellës me vete se mos ja gjejnë ADN-n, mos i gjejnë ndonjë sëmundje. Këtë bën dhe udhëheqësi i Shteteve të Bashkuara dhe çdo udhëheqës politik merr oturakun me vete, ndërsa dikur Bill Clintoni merrte edhe gotat me vete, pe plastiku i merrte, nuk i linte gjikundi. Edhe në Amerikë, kur shkonte në ndonjë klub, i merrte gotat me vete, që mos gjendej aty pështyma që mos ja merrnin ADN-n. Tashi në kohët e sotme të marrin ADN-n, të marrin numrin e makinës, shtëpinë ku je, kush rrin që ke, kush vjen nga jashtë shtetit, sa të ardhura ke, ku i ke fshehur parat. I din të gjitha dhe i përdorin si shantazh kundër teje, o i dashur shqiptar, dhe këtë krim e ka bërë Edi Rama me grupin e tij të strukturuar kriminal. Nuk është e rëndësishme sa para i ka vjedhur ai Shqipërisë. Çdo udhëheqës, çdo parti do vjedhë, ajo dihet. Ai ka bërë krimore, të njëjtin krim që ka bërë ky Turbo Alban me filmat e mi, ai e ka bërë me të gjithë shqiptarët. Dhe dua që këtë film ta shikojnë të gjithë shqiptarët, që të tmerrohen. E para, të njëjtën gjë ka bërë dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, ka fotografuar të gjitha
pllakat e varreve të varrosura në bodrumat e Akademisë së Shkencave dhe jo ka dërguar falas ose me ndonjë çmim universiteteve amerikane. Këto pllaka nuk duhet ishin në serverat amerikan, por tek Akademia e Shkencave të Shqipërisë me të drejtën e autorit, sepse janë në tokën shqiptare. Nuk janë në tokën shqiptare. Për më keq akoma, revista Iliria gjendet në serverin e Francës. Atje ka marrën. Do të ishte në Akademinë e Shkencave. Pra këtë që ka bërë Edi Rama e ka bërë Akademia e Shkencave më herët, që me fillimet e internetit ju a ka dhuruar të gjitha thestarët e saj universiteteve amerikane. Shqipëria është kthyer në një koloni. Të dhënat tuaja janë shitur që të gjitha. Është shumë vonë. Mos dini në për demonstrata, sepse kur janë të aftë të ndryshojnë zërin e Sali Berishës, zërin tim, zërin e çdo kujt, janë të aftë të bëjnë montazh, falco, gjërat më të tmerrshme janë gati t'i bëjnë. Ju lutem, mos dilni në asnjë lloj demonstrate, sepse është një kurth i rrezikshëm, do humbisni jetën kot dhe do vinë një qeveri akoma më e ligë kundër shqiptarëve. Mos jepni të dhënat tuaja askujt. Në fakt, mbylleni të gjitha kontot në Facebook, në YouTube, në TikTok. Mbylleni të gjitha llogaritë sepse mund ta shikosh TikTokun pa konto. A dini apo jo? Mund të shikosh filma në YouTube pa hapur llogari. Dhe mund të shikosh në Facebook të dhënat pa patur llogari fare në Facebook, po ju nuk e dini. Thjesht nga kompjuteri. Mësoni si ta bëni. Mbyllni të gjitha llogaritë që keni, sepse të dhënat tuaja po vidhen, në qoftë se nuk janë vjedhur që të gjitha. Dhe shitsi më i madh, pazaret më të tmerrshme janë bërë nga qeveria shqiptare me i Albania. Kjo që ka ndodhur është mynzyra më e madhe e kombit shqiptar. Në jetë të jetëve do ju ndjekin sepse të dhënat nuk hiqen kurrë. Janë shitur tashmë. Ju falenderit për vëmendjen, të gjithë përkrahasëve të mi që arritën t'ja heqin filmat këtij kriminali që ai po i përdorte për të marrë dhurata në TikTok në emrin tim, por ai merrte. Prandaj mos dërgoni dhurata askujt, thjesht shikoni filmat e mi dhe diskutoni me njëri tjetrin kaq. Dhe kuptoni që ilirët kanë folur dialekte helene. Fisi Taulantion është quajtur në fakt Daulantion dhe është banor i Daulisë, që quhej Iliria në Greqi. Kjo tregon që ilirët kanë banuar në Greqi. Atje ku janë arvanitasit sot, edhe çamët, sepse disa kanë mbetur akoma. Sa shpejti fillon revolucioni arbëresh, do ta shikoni mbas filmave të mi. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.